kalojmë tek një kombinim tjetër. Dita është mirë që të nisë ky grupim njerëzish duke pirë ujë, pak mjaltë dhe limon. Pra, edhe një njeri nëse nuk pi ujë gjatë ditës, 1.5 deri në 2 litra edhe nga ushqimet e nga këto, është një mundësi që ky të ngarkohet me toksina për faktin se nuk po më shplahet mirë gjaku. Dhe tash le të vemi tek një përgatitje e një çaj detox në kushte shtëpie, po sigurisht duke shkuar që nga jugu në tërë teritorin e Shqipërisë dhe duke marrë nga pak. Atëre, bima e mështeknës është e mbrekullueshme pasi më nxit dhe përmirëson funksionin e veshkës, nxit urinimin. Po të njëjtën gjë do të më bëjnë edhe gjethet e radhiqes, të cilat më përmirësojnë mrekullisht mirë funksionin e mëlçisë, por njëkohësisht nxitin edhe epiteli renal të veshkës që të largojë këto kriprat dhe toksinat nga urina. Pra mështekna dhe radhiqe këtu brenda? Pra janë dy ndër të parat. Hithra është, mund të themi, një nga bimët më të fuqishme që i bën trupit një detoks të mrekullueshëm. Ato gjethet e saj të mbushura me ato gjembat plot me atë. Pra ne mund ta thajmë ithrën dhe ta kemi për ta përdorur? Po, që mund ta ruajmë, po. Mështekna, hithra dhe radhiqe. Pra, jo vetëm acidet organike, por edhe ato acidet klorogjenike na ndihmojnë më së miri që tek hithra neve të marrim të kemi një mbështetje shumë të mirë në drejtim të pastrimit të organizmit. Pra, nxit urinimin dhe njëkohësisht largon toksinat nga trupi. Kemi sjell të re gjineshtrën. Është ajo bimë që tashtin zverdh pothuajse shpatet e kodrave dhe të maleve. Është shumë e bukur. Gjineshtra, po patjetër, jo vetëm që na ndihmon në përmirësimin e funksionit të tiroideve, pra të qendrës, si të themi, që menaxhon energjinë trupore, por na shton edhe diurezën. E pse mos t'i marrim pak lule prej saj? Ja, mund të hedhim afërsisht 5-6 gjethe në gotën e çajit. Nëse do të vazhdojmë pak më tutje, për ato që ne përmendëm, pra për ato organe, mëlçia, veshkat, mushkrit e kështu me radhë, le të shtojmë, pra tashin të kemi edhe pak njohuri më shumë se ndoshta emisionet e mëparshme, për të theksuar që majat elastarëve të ferrës, të pasura plot me polifenole, acide organike dhe flavonoide na ndihmojnë që veshkat të shtojë diurezën dhe të largojë metalet e rënda. Atëherë, sa mund të përdorim neve në një çajnik që mund të hedhim afërsisht 1 litër ujë? 1 deri në 2 lastar ferre. Atëherë, mund ta vendosim edhe këtë këtu. Pra, ne vendosëm bimë që ishin edhe për mëlçin, edhe për veshkat, pak edhe për sistemin e tretjes. Duhet të shtojmë këtu dhe këputjen, dhe ky çaj, si thuash, bëhet me të vërtet me 3 dimensione që të ndikoj fuqishëm edhe të mëlçia edhe të veshkat. Veshka dhe sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, në këtë mënyrë neve mund të përdorim. Që të zi, doktora, po ta lëmë të qëndroj të pushoj dhe të lëshohet? Mirë është që kjo të përvlohet kështu, afërsisht 10-15 minuta. Në mënyrë të ngadalt, kjo do filloj që të na çliroj ato xhevaire shumë të rëndësishme që të hapin portat, jo vetëm të mëlçisë, por të hapin portat ku të hyjë drita në organizëm, që ai lumi me të vërtet të vërshojë dhe të na shplaj toksina. Sa shpesh duhet ta konsumojmë? Mirë është që kjo të përdoret 2 deri në 3 gota në ditë. Mirë është ta marrim para buke dhe sigurisht çajrat të përdoren të pihen të ngrohta. Na ndihmojnë më së miri funksionin e mëlçisë me këtë çajin e ngrohtë që mund ta përdorim 2 deri në 3 gota gjithmonë para buke. Për sa kohë mund të presim që trupi ynë të ndihet më i lehtë? Jo më pak se 5-6 ditë ne do të ndiejmë benefitet të dukshme në organizëm.